Evi, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë detajesh kanë dalë në pa nga kjo ngjarje e rëndë? Ngjarja vërtet është e rëndë dhe ka tronditur jo vetëm banorët, komshinjtë e çiftit të moshuar, por edhe të afërm familjar, sepse kanë qenë një familje e cila ka rritur 9 fëmijë dhe sipas policisë dje, ata kur nuk kanë qenë objekt i problemeve në lidhje me rendin, sigurinë, dhunën apo diçka tjetër që kishte të bënte kundra ligjit. Vetëm 2 muaj më parë shprishur qetësia në këtë familje, sipas të dhënave të thëna nga familjarët, me ardhjen e djalit të vogël nga emigrimi i cili me sa duket kishte përçar familjen e ngushtë me ca veprime të tija që nuk ishin të pëlqyera nga babai 80 vjeçar. Me sa duket njoftimi i parë sipas deklarimeve të dhëna edhe në policinë e Fierit nga djali i çiftit të ndjer, kanë të bëjnë me një zënk që në duke është banale, por që ka prodhuar një konflikt të fortë familjar, çka ka çuar pra edhe në vrasjen e 2 fish ditën e djeshme. 2 javë më parë, sipas dëshmisë së djalit në policinë e Fierit, është thirrur policia në banesën e tyre nga IAT-i për shkak të një shërri që kishte lindur për hedhjen e plehut të patateve. Ata kishin një sipërfaqe toke bujësore dhe djali për të mos rënduar prindrit që ishin në moshë të madhe, e ka marrë përsipër ta krye vetë punën në bujësi. Me sa duket kjo si ka pëlqyer tjatit, shefitit, i cili ka nisur debatin në familje me djalin dhe me bashkëshorten e tij, me arsyetimin pse ai ka hedhur më tepër pleh patateve nga ç'duhet. Thash edhe një herë, në duket diçka banale, por që ka arritur të prodhojë konflikt në familje. Kjo ishte hera e parë që është thirrur policia e Fierit, e cila e ka zbutur këtë debat. Ditën që është thirrur dhe më pas, ngjarjet kanë vijuar normalisht deri ditën e djeshme. Para ditën e djeshme, çifti i bashkëshortëve ka pirë kafe në mëngjesit edhe me familjar të tjerë, siç kanë thënë edhe në intervistat e sjella për MCN-n, e më pas kur djali ka është larguar nga banesa, shefiti ka qenë vetëm me dashurien, bashkëshorten e tij, dhe e ka qelluar atë të parën në ambientet e brendshme të shtëpisë, në një nga dhomat e banesës së tyre, e më pas ka vrarë dhe veten. Po sipas policisë, pushka ai e kishte që në vitin 97 e mbante të fshehur në obor të shtëpisë. Pushka e fshehur në obor të shtëpisë ishte e të moshuarit apo e djalit, e fëmijëve? Ishte e djalit, e viktimës, e autorit të krimit, i cili me sa duket e ka pas paramenduar krimin, sepse të dohet një farë kohë të nxjerrësh armën, ta mbash të fshehur, ta pastrosh, ta bësh gati për qitje të kryesh edhe më pas krimin. Është një ngjarje vërtet e rëndë, biles dje ka qenë edhe një situatë kritike dhe acaruese mes palëve, se në momentin që u përhap lajmi për vrasjen, kanë qenë komshinjtë të parët që kanë lajmëruar djalin, pasi kanë dëgjuar krismat në banesë, kanë lajmëruar djalin e çiftit që ishte në atë moment në fshatin Kuman, e më pas ky tjetri ka lajmëruar një tjetër familjar të vetin, e më pas është lajmëruar policia për ngjarjen. Pra ka qenë një situatë ka patur, e kuptoj shumë e rëndë që mund jetë një ngjarje, si thoni ju, e dyshuar me paramendim, por ideja është kuptojmë nëse ka patur rezistencë, çfarë ka gjetur policia në ato momente, ku e ka qelluar bashkëshorten dhe më pas veten, janë përleshur. Sipas policisë nuk ka pasur përleshje, një plumb është gjuajtur bashkëshortja dhe një plumb më pas ai që është vetë vrarë. Ka qenë e vështirë për policinë edhe të gjendet edhe gëzhoja, ata kanë kontrolluar orë të tëra, është bërë ekspertiza në banesën e tyre atje ku ndodhi krimi i 2 fisht,
Dhe ka qenë një situatë, atë isha duke sqaruar shumë e tensionuar edhe mes palve të grua, sepse duhet thënë që familja atje ka qenë e ardhur mbi 20 vite, sepse kanë qenë nga zonat e Beratit, nga Levani i Beratit. Kanë ardhur në Roskovec, janë vendosur aty për të vazhduar dhe për të jetuar pjesën tjetër të tyre, të jetesës së tyre. Kishin edhe familjar të tjerë, dashuria kishte vëllezërit aty, po edhe shefiti kishte vëllezërit e tjerë. Ka qenë një situatë e tensionuar për shkak se të dy palët ishin në dieni të konflikteve që kishte nisur i moshuari 80 vjeçari me bashkëshorten. Tani, a flasin fqinjet për problemet shëndetit mendor të 80 vjeçarit, apo s'ka pas fare probleme tilla? Ata e lakonin si një person pak gjaknxet, duhet thënë, ndërsa për bashkëshorten e tij kishin fjalët më të mira, shpreheshin me respekt të madh ndaj saj. Ndërsa për 80 vjeçarin nuk ishte ndjer, unë thash dhe në krye të herës, një çift që kishte lindur 9 fëmijë nuk kishte qenë asnjëherë problematik përveç se 2 muaj më parë. Dhe nuk kishte pas konflikte të mëhershme që mund të lije të dyshoje, që mund të kalonin në një krim të tillë. E kuptoj, ndërkohë Ivi, debatin për pleun e patateve ka pas me të birin, për të vrarë ka vrarë bashkëshorten. Jo, ideja është sepse nëna mbante gjithmonë anën e fëmijës dhe me sa duket kjo nuk ka pas pëlqyer te 10 vjeçarit. Është edhe ai duhet menduar uni mashkullor në zonat rurale shqiptare akoma vazhdon të jetë një prapambetje kulturore, duhet thënë, që me sa duket 80 vjeçari nuk arrinte do ta kapërcente që fëmia e tij i vogël të mundesh t'i kthente fjalën dhe bashkëshortja të mos të mbante anën e tij, por anën e fëmijëve. Për shkak edhe të moshës, ai duhet ketë pas edhe probleme të tjera të shëndetit mendor, por të cilat asnjëherë nuk janë trajtuar në formën mjekësore nga familja e tyre. Çka ka prodhuar më pas edhe ngjarjen e djeshme. Është një ngjarje e vërtet tronditse, por që ka plagë të thella morale dhe psikologjike të familjeve tona shqiptare dhe rurale. Faleminderit Evi për gjithsa solla në vëmendje.